shikoni vetë, i kam të gjithë minatorët këtu. Ata rrinë çdo ditë para derës së minierës. Po çfarë kërkojnë minatorët? Ata kërkojnë gjërat më elementare. Rritje page, kushte më të mira pune. Kaq, po nga ana e kompanisë turke, duket se nuk ka ardhur asnjë sinjal pozitiv. Të paktën këtë e kemi mësuar nga kronika televizive. Se çfarë realisht po ndodh në minierën e Spaqit, do na thonë minatorët, sepse emisioni flet përmes zërit të njerëzve të thjeshtë. Minator, faleminderit. Atëherë, si të quajnë? Albert Bushmeni, quhem, me detyrën këtu deri në momentet e largimit arbitrar të këtyre për gjerë turni. Jam teknik i mesëm, jam mosh 61 vjeç, kam punuar edhe në kohën e Partisë Punës me miniera. Pra gjithë jetën nën tokë. Gjithë jetën me minerale. Me zanat kemi ne. Me këtë zanat. Çfarë po ndodh këtu tek ju? Se ne, ndodhe jo që s'du të ndodhi. Po? Normalisht koncesionari këtu, ku ne kemi lind të troje, ku ata i shfrytëzojnë, i trajton punëtorët që t'jenë slevër. Dhe komplet të indicja ka qenë se ne organizuam në sindikat, duke pa se këtu nuk na përfill njeri, në kontrata tek e tek, a i lëviz me ne si doje, u organizuam sindikat dhe kjo nuk i pëlqen. Pra ditën që vendosët të regjistroheshin sindikat, këta me njëherë mbajtën qëndrim? Tani, sindikata është për mu, janë mbledh firmat me kohë në bazë gjitha procedurëve që ashtu, dhe me 16 gusht sindikata ka marrë formën. Sindikata e kësaj miniere? Po, e minatorëve të nën tokës. Po. Dhe me të janë sjell dokumentat nga konsiderata atje, për të ullë, për të njohë, për në shru kontrat kolektive e tjera, si që për ligji, për punëtor. Edhe këta nuk e kanë për typ, na thirën me dhe me këmisisht atje. Po? Dhe gjaja parë ishte intimidimi, pjesa për të tërheqje, tjera. Qa ju thanë konkretisht? Konkretisht ne thanë, pëse nuk nga keni njoftu ne se du më bëjmë këtë, pëse... Pra ju duhet merë një të leje për të bërë sindikat, duhet merë një të leje institucionit? Shumë thoshtë në këtë, drejtori tani, madhe, thoshtë duhet t'i këshira kësaj deri, kjo ka qenë e hapër e tjera. Drejtori shqiptar apo? Ashtë turk. Turk, ky që sapo erdhi, që sapo hyri. Ky që kur ka arë këtu drejtori, se po pa një vetë, më thënë që ka arë këtu drejtori, kjo është për mëne është rrugash, është arrogant. Pse sillet keq? Sillet në gjiro gomët, mirë se si gjyre se pa kamët e ju, sa i gjiro gomët zakonisht e pasi i kavaleri ma. Përfonimisht ai nuk e përtypi këtë, edhe ne u mënuat na intimidote me godjet e tavolinë, që më tha tash, që i hasin rezistencën tonë, ne i thamë pasisht ose ulim e bisedojmë, ose për ndryshe braktisëm se së të kemi thyrë nga ke thyrë ti. Pa. Këtë loja është sa i thotë unë nuk e do pronari sindikali. Unë jam bashkëpunues për sindikali, po nuk e do pronari. Po tash i pronari është... Kush është pronari këtu? Pronari është një, nuk e njohim nga një murat turk është. Po? Ai të zgjidhë probleme me drejtsinë në Turqi, herë sa ti ka qenë tash ka dalë për i burgut, që ka qenë me kryetarin e bashkisë Samodë, ku diun çka ka bërë. Mirë, okay, janë punë të vet atje. Ne punë e pjesë. Ne na pjesë dinjiteti ynë. Ne duam dinjitet. Duam trajtim si njerëz. Shumë bukur. Të rinë të trajtimi. Çfarë kërkojnë gjithë minator që i kemi këtu rreth e rrotull? Çfarë realisht me pikat sakta? Ne me pikat sakta kërkojmë që të njihemi e para punës se jemi njerëz, nuk jemi slevër. Të na njihet organizimi ynë që kemi bërë, që e njeh konstituta, ligjet dhe normat e shtetit shqiptar, për cilat është i detyruar të zbatojë kushdo. E njeh edhe kodi punës? E kodi punës e tjera me radhë, nuk jam shumë i dhënë asaj. Na ka detyruar halli me dalë në televizion. Dhe kërkojmë kushte pune, kërkojmë meritet pagam, sepse pagat tona janë qesharake. Sa merr një minator, aman? Po një minator, unë për shembull, si jam drejtuesi i turnit, ka një 4 muaj këtej, marr 4.850 lekë të reja në ditë. 28.500. Ti tani e... Imagjino tjerë që janë poshtë meje, që marrin ma pak, deri këte i punëtor që e fillojnë i marrin punëtor që t'jenë të lanë rrugë, i marrin 25.000 lekë të vjetra. Po? Sa duhet jetë rroga për një minator që vë kokën rrezik? Po, rroga për një minator
për që ve kohën rrezik, edhe 100.000 lekë në ditë në thënë nuk kanë hakurin i shpaguar. Po ne nuk e kemi kërkuar në atë ekstrem. Ne kemi kërkuar rritje progresive, kemi kërkuar kushte pune. Ne punojmë atje një ventilator mu fik, krijohet tym, krijohet probleme. Pse ndodh që fike? Po fiket, një stakim energji, fiken ato. Fike, no? E sa po çaponi ju në atë kohë? Bëjmë atë, marrim masa tona, kemi sa maska këta dion, maska të rëndomta. I nxjerrim pëndorët kur vje puna, ne si kemi punu përgjithësisht i nxjerrim, nuk i lëmë të vdesim, po problemi është se ne duam kushte, duam siguri, duam transport dinjitoz, mbi gjitha trajtojna si njerëz. Duam trajtim ushqimor, ne trajtojna si duhet, ne kami bukë që thonë te kami dita për gjunjë. Nuk e ofron kompania ushqime? Ofron kompania, po ofron një rutinë si duhen ata. Nuk është Me qartë. të ne trajtojnë që duhet. Tani ka ardhur drejt për njësimit situata apo drejt për keqësimit? Nga momenti kur ne kemi ndërpre punën dhe deri më sot, vetëm sa përkeqësohet. Ata vënë kushte, nuk pranojnë tullën. Normalisht tash gjitha afatet kanë tejkalu për të marrë vesh ne me, domethënë konfederata sindikaleve dhe ne si sindikalista me punëdhënësit, janë tejkalu afatet. Tani çështja ka shku ke zyra e pajtimit. Pra ka hyrë shtetin këtë mes. Çfarë është kjo zyrë pajtimi? Zyra e pajtimit është një organ shtetëror që ndërmjetëson këta marrëveshje. Me Imi thyrë ditë atje në Lezhë, por shteti për mua deri më sot e për ne minatorë deri më sot është në gjumë. Ju nuk keni kaluar në hapin e madh të gjykatës akoma? Po s'kemi kalu atë në gjykatë që na këta s'na kanë qenë gjykatë, se nuk kanë sanacion, që ne jemi ligjërisht në rregull. Po. Po dhe ne do t'i ndjekim gjitha hapet. Tash është njoftuar Ministria e Punëve të Qeshit Sociale, zyra e pajtimit, inspektorati i punës nuk është gjallë. S'ka ardhur duk. Tash sa ditë që ne jemi në grevë. Që është inspektorati direkt që duhet... Këtu, nga shteti ka ardhur vetëm policia. Me na intimidu, na rrinë aty me skafandra, thu se ne jemi... Ha, vazhdojnë të rrinë aty, ha? Atje brenda janë. Atje brenda, ha? Na kanë qenë këtu, na kanë marrë zvarr këto i ditë këtu pasisht. Thjesht se kjo grevë është për me bllokim, dhe bllokim presupozohet të mos lejohet me hyrje në punë. Mirë po, shteti është, si duket policia shteti është kratyne, na kanë tërheqë zvarrin ditë, na kanë shoqëruar në komisariat. A kishit bërë lajmërim ju për protest? Normalisht çdo gjë është në rregull. Edhe ju morën zvarr? E kopshitur çdo gjë. Janë ato pamje që janë bërë virale, kështu që ju marrin... Normalisht. Sepse këtu ishte kretë loja që ai pronari, ka i nipi pronari kush është ai, ka lote këtu, na bëte kashillik një domethënë. E qartë. Mendimin e Tani, vazhdon punën minjera? Tani, puna në minjerë jemi në qepër. Po. Tu ka dhe personel turk, Po? ka dhe personel shqiptar, që nuk janë bashku sindikatës, se nuk është e thanë se 100% s'ka qenë. Pra ka grevëthyes? Po, nuk janë bashku me kjo. Okej, dakord. Japi me emër tjetër, dakord. Grevësyes quhet ky se është grevën e lënë. Kurse ata si janë bashku. Jo, kush nuk bashkohet me grevën quhet grevëthyes. Okej, pak të shtuar, kështu e ka. Paganci ka, përfundimisht ka atje, por këtu shpërthime me mina nuk bëhen sepse gjithë ata që janë zanatlita asaj pune janë këtu. Pra njerëz të punës të minjerës janë këtu. Nuk i lejohet të përdorin A e lajme kuptoj. eksplozive. A e kuptoj. Ata bëjnë tani kanë pru fabrikën, fabrika nuk është bashku me ne normalisht në sindikat, se i kanë intimiduar nga format nga më të ndryshmet, edhe i kanë sjellë sot të trajtorët e fabrikës për me lënë me kuptuar se këtu punohet. Që punohet. Po realisht nuk punohet se Sa veta janë bashkuar grevës tuaj? greva jonë ne jemi 76 sindikalistë. 76 sindikalistë që keni shkruar emrin në sindikat. Po jemi në sindikat. Në total sa ka kompania për të krijuar një ide? Punëtor në tokë. Punëtor, jo administrat. Punëtor në tokë, duke përfshi gjitha reparatimet në tokë, Po. mekanik, sondista, domethënë shpinë, Po. minatorët, Po. ne jemi diku ke 100 veta. 100 veta. Pra, më shumë se 70% janë në grevë. Okej, për të krijuar një ide dhe qytetarët që na ndjekin, i kërkoj Robert Canit, operatorit, që të bëjë një panoramim, sepse kemi minatorë nga ana tjetër. Pra, nuk janë gjithë minatorët pas krave të fëmijë, po janë dhe në anën tjetër, pra për të krijuar një ide që nuk jeni vetëm kaq, po jeni më shumë. Po ka dhe nga ata që kanë hallet familjarë. Edhe që kanë ikë shtëpia. Që nuk është. Që nuk është Do kështu. t'i shërbej fëmijësa plaku në një njerëz halli që. Pra kjo është situata. Kjo para shumë situata. Ne nuk kemi kërkuar luks. Tani kur ka ardhur kjo kompania për të krijuar një ide? Kjo kompani ka operon këtu prej 10-11 vjet. 11 vjet ka bërë rritje rroge në mënyrë progresive në bazë të inflacionit. Na kanë gjatë shumë me këto mitin rrogëve 500 lekë.
Si 500 lekë më? Për ditë punë, 500 lekë vjetë. Ama. Ja, i minatorët e klasi B, ai që i kanë ngrenë në maj 500 lekë vjetë. 500 lekë vjetra. Diku 1500, do të thënë shërrime, gjëra qesharake. Pra nuk është marrë parasysh fakti që është rritur kriza, inflacioni, sidomos pas pandemisë. Po me atë inflacionin, se atë inflacionin e kanë futur ato, po me inflacionin janë munduar me përlidh gjitha këto. E kanë bënë matematikë se s'ka. Po më ka rritje 30% të gjithë gjërave. Einstein vetë me muzon nuk mund të zbërthehet matematikën e këtyre. Pra këtu jeni, keni vajt për ndërmjetësim. Ka shku puna, tash janë shtetin mes, po shteti po flas si duket deri tani. Kështu, inshallah do zgjohet. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.